Si qeni ndjeni, situata krijuar se funi këshill është jo vetëm e padëshirueshme, por edhe jashtëkornizat të ligjshmërisë. Pas mbledhjes së Komitatës 1 dhjetor 2025, e cila mbajt me njëherë pas shkarkimit të kundërligjshëm të ushtruesit e detyrës së kryeprokurorit shtetit, zoti Besim Kelmendi, u informuam nga vetë zoti Kelmendi se në përputhje me nenin 15 ligjit 06L057 për përgjegjësi disiplinore gjyqtarëve dhe prokurorëve, ai ka mbajtur ankesë Gjykatën Supreme të Republikës Kosovës. Siç e theksova dhe në mbledhjen e 1 dhjetorit, prokurori Agran Çalaj nuk është dashur marrë pjesë në takim, nga se neni 15 paragrafi 2 i ligjit 06L057 përcakton qartë efektin suspensiv të vendimit. Ankesa ndaj vendimit këshillit ka efekt suspensiv dhe ndalon implementimin e atij vendimi derisa shurtohet ankesa. Ju si kryesuesi i KPK-s jeni përgjegjës për siguruar zbatimin e ligjshmërisë, andaj është domosdoshme që të reflektoni dhe zotin Çalaj të mos marrë pjesë në mbledhjen e jashtme pa një vendim përfundimtar të Gjykatës Supreme dhe Gjykatës Apelit. Bazuar në dispozitat ligjore dhe aktet në fuqi, mandati im si ushtrues detyri i prokurorit të shtetit është plotësisht i vlefshëm. Do të vazhdoj të ushtroj detyrat e mia dhe të marr pjesë në mbledhjet e Këshillit deri në një vendim të formës së prerë që përcakton ndryshe. Ligji nuk parashikon asnjë formë shtyrje të hyrjes në fuqi të këtyre vendimeve dhe ushtrimi i mandatit tim nuk kushtëzohet me asnjë procedurë ankimore. Pjesëmarrja ime në këtë mbledhje është rrjedhoj e drejt për drejt e dispozitave ligjore dhe e vlefshmërisë së vendimit të Këshillit. Në D. Lidhur me pretendimin për efekt suspensiv sipas nenit 15 të ligjit numër 06L viz 057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Neni 15 i ligjit 06L viz 057 rregullon ekskluzivisht procedurat disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Vendimet e Këshillit për caktimin ose shkarkimin e një UD nuk janë masa disiplinore dhe nuk bien në fushveprimin e këtij ligji. Prandaj, aplikimi i kësaj dispozite për të pezulluar një vendim kolegjial është juridikisht i pambështetur. Pozita e ushtruesit të dytë të detyrës të kryeprokurorit të shtetit përfshin detyrim ligjor për të marrë pjesë në punën e Këshillit në cilësinë e antarit ex officio. Çdo kërkesë për përjashtim nga mbledhjet duhet të mbështetet në dispozita të qarta ligjore, të cilat në këtë rast mungojnë. Ndërprerja e funksioneve të Këshillit apo e zyrës së kryeprokurorit të shtetit në pritje të procedurave gjyqësore do të krijonte pasiguri juridike dhe precedent të papranueshëm. Neni 15 është shumë i qartë dhe mund t'i qaseni kushdo mediat, përfaqësues ndërkombëtar, shoqëria civile, ligjit për përgjegjësinë disiplinore. Dhe paragrafi 2 shkruan kështu: ankesa ndaj vendimit të Këshillit ka efekt suspensiv dhe ndalon implementimin e atij vendimi derisa të shqyrtohet ankesa. Prandaj, ju lutem, kemi të bëjmë me një drejt kushtetuese, të cilën e ka shfrytzuar zoti Kelmendi, i shkarkuar në mënyrë të kundërligjshme. Pa kuara. Dërsa zoti Çallaj po do me për ligjet, po ligji atë e tregon edhe vendimet gjyqësore. Jo, në pikën 6 të rendit ditës e kemi shqyrtimi kërkesës për themelimin e komisionit ad hoc nga një antari të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Dhe këtë e keni dërguar jo një shkresë, në të cilën ju keni drejtu Këshillit për fillimin e një procedure disiplinore ndaj antarit të Këshillit Arjan Gashi. Dhe jo duke shfrytzuar foltorën e Këshillit, përkatësisht duke keq përdorur foltorën e Këshillit, keni lexuar një mesazh, në të cilin mesazh kanë komunikuar dy persona të tjerë, dy prokuror, një kryeprokuror dhe një prokurore, në të cilin ata përmendin emrin e zotit Arjan Gashi, ndërsa fare nuk ishte i përfshirë aty zoti Gashi. Dhe jo në publik e keni paraqitur sikur të ishte mesazh i zotit Gashi. Dhe po besoj që keni reflektuar në këtë dhe vetë jo, në veçanti pas sqarimeve të cilat i ka dhënë edhe prokurori
të cilat u bën edhe publike në për portale të ndryshme, dhe po besoj që nuk ka vend të trajtohet ajo pikë. Nuk ka as bazën më të vogël, as elementin më të vogël të ndonjë shkelje të mundshme, përkundrazi, nëse do të ketë shkelje, aty do të ketë dikush tjetër shkelje. Sepse ju personalisht jeni përfshirë në këtë diskutim, në këtë debat, dhe personalisht ju keni inicu procedurën. Ju jeni palë tani më aty. Kjo kërkesë nuk tërhiqet, kam qenë obliguar ta paraqes. Ju jeni palë këtu kryesues, ju Po s'mund të merrni pjesë këtu, tani as në renditje. Pas konsultime me anëtar Këshillit, duke e vlerësuar nenin 6 paragrafin 1, edhe po ashtu vetëm të referohem dispozitës, po neni 6 paragrafin 1 sakt, ku përcaktohet se kryesuesi i Këshillit pajtim me nenin 11 ligjet për Këshillin Prokurat Kosovës brenda 15 ditësh nga data e pranimit parashtesës së palës apo indikacioni për kryen e sjelljes pajishme e themelon komisionin ad hoc për të tetuar sjelljen e supozuar të pajishme të anëtarit të Këshillit. Kështu që duke vlerësuar pajtim me këtë mend, konsideroj se kjo kërkesë veç tash është pasafashme dhe e tërheq nga rendi i ditës.